Lideri opozitës Sali Berisha u paraqit këtë të hënës pak në zbatim të masës detyrim paraqitje të vendosur ndaj tij. Në komunikimin me gazetarët pasi la ambientet e prokurorisë speciale, Berisha hodhi akuzat të forta ndaj shkreutë të Spakut Altin Dumani për deklarata kontradiktore në procesin e vettingut. Berisha publikoi dokumentacionin e pasurisë ku Dumani ka deklaruar se ka lidhur kontratë porosie për një apartament me sipërfaqe 127 m2 në Tiranë, më 18 gusht 2006 me vlerë totale 50.000 euro. Por sipas kryedemokratit, kontradita qëndron në faktin se në një pjesë tjetër të deklarimit të pasurisë, Dumani pretendon se ka nisur të banoj në këtë apartament që në vitin 2004, pra 2 vite para se të lidhej kontrata e porosisë. Vlera totale e apartamentit është 50.000 euro, shumë e shlyrë është 9.000 euro në momentin e blerjes dhe 2.950.000 lekë me datën 16.11.2006. Në faqen 7 thot e porosita apartament me kontratë porosie me 18.8.2006. Në faqen 8 thot, në këtë apartament kam filluar të banoj në vitin 2004. Se çfarë race mashtruesish janë këta. Berisha sill në vëmendje dhe vlerësimin e çmimit të apartamentit nga Komisioni i Vettingut, i cili sipas tij është llogaritur rreth 390 euro m2, ndonse bëhej fjalë për një zonë elitare të Tiranës, ku vlerat në atë periudhë ishin së paku 2 fish më të shtrenjta. Komisioni konstatoi thotë se çmimi i blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Pasuria është në një nga zonat më elitare të Tiranës, diku tek liçeni i Thata, Kodra e Diellit, në atë krah atje ku. Dhe që në atë periudhë, sipas burimeve të sigurta, kanë qenë të paktën 750-800 euro. Ja ka ble xhaxhait të gruas. Andon Pango, delinkuent i dënuar 6 vite, sepse i shiste nga 2 herë apartamentet. Altin Tropini i dërgon bodyguardin e tij për të keq trajtuar 2 pensionistë që kishin paguar, kishin bler apartamentin. Andon Pango e kishte shit përsëri diku më shtrenjtë. Berisha paralajmëroi prova të reja për vilën e Dumanit, teksa vëmendjen e përqendroi tek një tjetër denoncim të fortë, që sërish përfshini shkreun e Spakut, por kësaj radhe për dosjen penale që hapi pa akuzë ndaj Rena Gjokës. Berisha publikoi dokumentat që faktojnë se Gjoka u thirr në cilësinë e dëshmitares për këtë dosje, por në dëshminë e saj mungon firma hetuesve, çka ngro dyshime për vlefshmërinë e provave. Hetuesi Tomi Gramo dhe Elton Kërluku nuk e kanë firmosur. Është për Guinness miq. Dosje gjyqësore e dërguar në gjykat. Pse se kanë firmosur? Kanë dashur të firmosin mashtrimet e Irenës me 5.000 emra. Berisha thënë se kjo dosje është dorëzuar si sekret në gjykat, e kësaj bëri thirrje gjykatës ta refuzoj atë që e quan si dokument të turpshëm. Fuqia e Irenës është e tillë mbi Dumanin, sa ai e merr dhe e përcjell në gjykat dosjen në këtë mënyrë, duke ditur që ky është një krim dhe i vën aty sekret. Gjykatën ta kthej dosjen. Në vijim të akuzave ndaj Rena Gjokës, Berisha tha se ajo ka marrë 3 pasaporta me mbiemra të ndryshëm, duke ngritur dyshime edhe për shitjen e tyre. Ai paralajmëroi padi për Altin Dumanin e Irena Gjokën. A e dini ju që Irena ka marrë 3 pasaporta nga viti 2004 në 2007? Ndrrimi i pasaportave, ndrrimi i emrave ka qenë profesioni i saj. Ka 3 pasaporta. Tani o shiste pasaporta kjo, ose çfarë bënte kjo me pasaporta, hajde merrni vesh ju Anton. Në prag të vendimit të gjykatës së lartë për para burgimet, Berisha nuk kurseu akuzat as ndaj kryegjyqtarit Sokol Sadushi, për cilin tha se është vegël e Edi Ramës që po përpiqet të lehtësojë partinë e krimit. Sadushi është një vegël e damkosur e Edi Ramës, e tëra kjo ndodh për të lehtësuar eksponentët e partisë krimit. Nuk ka asgjë të përbashkët me qytetarët.